pajisuesve më të lartë të pushtetit, të cilët nga mëngjesi deri në darkë dalin në media. Kanë dhe media madje mbas tyre. Kanë dhe celular madje në qeli. Vazhdojnë në nxjerrin dhe, siç ndodhi tani pak më parë, edhe mesazhe në Facebook, ky nuk është persekutim politik. Ky është privilegji i madh politik. Ndaj edhe kjo tezë bie. Tash, ajo që do duhet të bijem dakord, sepse drejtësia nuk do të jetë vetëm për sot, do të jetë edhe për nesër. Dhe me shumë gjast goditjet që do t'jap Spaku, Majtas apo djathtas, se këtu i bie tjenë. Sigurisht do të mund të gëzojnë njërën palë, e të hidhërojnë palën tjetër, do të alternojnë dhe vënda. E rëndësishme është vetëm një gjë, që do duhet që qëndrimet të jenë koherente. Zoti, e ishim nga Velia se... E rëndësishme... Jo, duhet të qëndrojnë pak. Vetëm diçka, jo, nuk po e heq, pa, pikërisht është jurist, nuk po e heq fokusin Velie, po fjala vjen, nuk do ta mbaj vetëm te Velie, se drejtësia është gjithë përfshirëse. Pikërisht. Nuk është ajo. Prandaj dhe unë u largova. Zoti Aliber, si jurist qeni, për shembull, një prokuror, tani unë e kam bërë gjithandej këtë pyetje, ndoshta përgjigje marrë të ndryshme ose po mundohem të jap dhe unë një përgjigje. Një prokuror, si zoti Dado, pa e parajgjykuar fare. Doli një audio që është katërcipërisht e vërtet e gjyqit të zotit Velie. Një prokuror që reagon, pavarësisht se flet me kolegun e tij, zotin Dumani, sallë gjyqi, se kanë dhe një raport me njëri tjetrin, diskutojnë me njëri tjetrin, dhe këtë e dim shumë mirë. Po ka një, nga zoti Dado, ka dhe një ndërhyrje ndaj zotit Velie dhe mënyrën, ose ai lloj mënyre artikulimi, ajo lloj mënyre, mu duke dhunshme, dikush le ta komentoj si doj. Tërheqja vëmendjes së gjyqtarit, a e tregon, me fjalë, në këtë koncept, kjo drejtësia, për shembull, ja kjo që kemi, kjo që pam, se siç kemi rastin që thotë zoti Velie, që në rastin e zotit Berisha nuk e kemi parë. Në rastin e zotit Meta nuk e kemi parë. Nuk kemi për ta parë as me zotin Lul Berisha që u arrestua sot. Nuk kemi për ta parë as me zotin që ky Safet Bajri, që prokurori të tentoi, madje nuk kanë frikë t'i kthejnë edhe syt tek këta njerëz. Jo t'i kthejnë syt, evitojnë, jo si e friksohen, e evitojnë kontaktin vizual, se unë e njoh shumë mirë edhe akuzën dhe gjyqjes se për shkak profesionit i njoh. Dhe kam qenë në sallë, me fjalë evitojnë shikimin me sy se ky është parimi i prokurorit, që mos krijojë kontakt as ti përgjigjet, as ti vetë përgjigjet personalisht të akuzuarit, edhe pse në salla gjyqi janë kërcënuar prokurorët, unë këtu rreshtoj me prokurorët. Pra në rastet kur janë kërcënuar prokurorët, unë rreshtoj pas prokurorit, që këti zotëri, këtë mbrojni. Si shdim dhe raste që janë lënë baltë, si shdim dhe raste për prokurorë që kanë arrestuar disa nga bandat më të frikshme në këtë vend dhe i ka shkarkuar vettingu për përca idiotësira, por nuk po i hymë në thelb. Pra, gjuhë e përdorur nga prokurori, ndaj zotit Velie, ndryshe në rastin e zotit Berisha, që nuk ka lënë gjë pa e thënë, ndryshe nga zoti Meta, që ka kërcënuar drejt për drejt sallë gjyqi, që ka thënë do ta mbash vathën vesh, të duket normale, për shembull në sensin duke komentuar drejtësinë. Dhe a do ndihmonte zoti Velia në kjo gjë nesër pas Strasburg t'i jepte një opsion? Përgjigja pas reklama. Sepse kemi dhe atë pjesën e vendimit të Strasburgut. Kalojmë reklama.